Fëmijët që nuk e zgjodhen luftën. Para se të flasim për luftën, për shtetet, kufit, ushtrinë, politikën apo historinë, dua të flasim për një fëmijë. Vetëm për një fëmijë. Një fëmijë që erdhi në këtë botë pa e ditur se çfarë është urrejtja. Ai nuk e dinte se çfarë është komsia, nuk e dinte se çfarë është feja, nuk e dinte çfarë është politika, nuk e dinte se ku fillon një shtet dhe ku mbaron një tjetër. Ai njete vetëm disa gjëra të thjeshta: zërin e nënës, duart e babait, ngrohtësinë e shtëpisë, lodrën e tij të preferuar, të qeshurën, frikën nga errësira dhe ndoshta ëndrrën se një ditë do të bëhej mjek, mësues, futbollist apo artist. Por pastaj erdhi lufta, një luftë që ai nuk i kishte filluar, një konflikt që ai nuk e kuptonte, një urrejtje që nuk ishte lindur në zemrën e tij. Dhe megjithatë, ishte ai që e pagoi çmimin. Diku në këtë botë një nënë ka vënë fëmijën e saj në gjumë për herë të fundit, pa e ditur se ishte hera e fundit. Ndoshta i rregulloi rrobat, ndoshta e puthi në ballë, ndoshta i tha fli zemra mamit, dhe ndoshta ai fëmijë e pyeti: mami, nesër a do të dalim jashtë? Por për disa fëmijë e nesërmja nuk erdhi kurrë. Mendoja vetëm për një moment, një shtrat i vogël që mbetet bosh, një palë këpucë që askush nuk të t'i vesh më, një lodër që qëndron në një qosh, një fotografi në telefonit e një babai që nuk ka me guxim të hap, një nën që do të jepte gjithçka vetëm për të dëgjuar edhe një herë zërin e fëmijës së saj. Vetëm edhe një herë. Ne i dëgjojmë lajmet dhe dëgjojmë numra. 10 të vdekur, 100 të vdekur, 1000 të vdekur, mes tyre dhe fëmijë, por ka diçka të rrezikshme kur njeriu shndërrohet në numër. Sepse pas një kohë numrat nuk na troditin më. Por një fëmijë nuk është statistik. Ai kishte një emër, kishte një ditëlindje, kishte një ushqim që e donte, kishte dikë që e bënte të qeshte, kishte një nën që shqetësohej kur kishte temperaturë, kishte një baba që ndoshta punonte gjithë ditën për t'i siguruar një jetë më të mirë, kishte ëndra, kishte një të ardhme, ndoshta një ditë do të dashurohej, ndoshta do të krijonte familjen e tij, ndoshta do të kishte fëmijë, ndoshta do të bëhej një njeri që do t'i sillte diçka të mirë kësaj bote. Por ne nuk do t'a dim kurrë, sepse dikush ja morri të ardhmen, para se ai të kishte mundësinë ta jetonte. Dhe këtu lind një pyetje që duhet të jetë më e madhe se çdo flamur. Çfarë faj kishte fëmia? Çfarë faj kishte që lindi në advent? Çfarë faj kishte për gjuhën që flisnin prindrit? Çfarë faj kishte për fenë e familjes së tij? Çfarë faj kishte për vendimet e politikanëve? Çfarë faj kishte për historinë e popullit të tij? Asnjë. Absolutisht asnjë. Një fëmijë nuk zgjodhi se ku do të lindë, nuk zgjodhi prindrit, nuk zgjedh kombin, nuk zgjedh fenë, nuk zgjedh kufit. Dhe mbi të gjitha, një fëmijë nuk zgjedh luftën. Të rriturit vizatojnë kufit, të rriturit krijojnë ushtri, të rriturit ndërtojnë ideologji, dhe të rriturit vendosin se kush është aliat dhe kush është armik. Të rriturit japin urdhra, por kur bien bombat, ato nuk pyesin një fëmijë se cilën ideologji mbështet, nuk e pyesin se kujt i beson, nuk e pyesin se në të cilën anë të historisë qëndron. Ai është thjesht një fëmijë që dëshiron të jetojë. Dhe kjo është tragjedia më e madhe e luftës. Jo vetëm ndërtesat që shkatërrohen, jo vetëm rrugët, jo vetëm ekonomia, por jetët që nuk do të jetohen kurrë.
ditëlindjet që nuk do të festohen, shkollat që nuk do të mbarohen, dashuritë që nuk do të përjetohen, fëmijët që nuk do të krijohen. Një fëmijë që vdes në luftë nuk humbet vetëm të sotmen. Ai humbet të gjithë të ardhmen e tij, dhe bashkë me të, bota humbet gjithçka që ai mund të ishte bërë. Por ka dhe një fëmijë që mbijeton. Dhe ndonjëherë harrojmë se edhe ata paguajnë një çmim, sepse jo çdo plagë rrjedh gjak. Ka fëmijë që mësojnë të dallojnë zhurmën e shpërthimeve para se të mësojnë të lexojnë. Ka fëmijë që flenë në frikë, fëmijë që humbin shtëpinë, shkollën, shoqërinë, prindrit, vëllezërit, motrat. Fëmijë që duhet të bëhen të fortë në një moshë ku duhet vetëm të luanin. Ne i quajmë të mbijetuar, por ndonjëherë mbijetesa është vetëm fillimi i një lufte tjetër. Ajo vazhdon brenda njeriut. Dhe ndoshta gjëja më e dhëmshme është kjo: fëmijët nuk lindin duke u rryer njëri tjetrin. Vendosi dy fëmijë të vegjël nga dy popuj që të rriturit i quajnë armiq. Lerit e luajnë së bashku, ata nuk do të pyesin çfarë komsie, çfarë feje ke, çfarë mendon qeveria jote apo çfarë gjejnë. Ata do ta gjejnë një top, një lodër, një lojë. Dhe pas pak minutash do të qeshin së bashku, sepse urrejtja nuk është gjua e parë e fëmijës. Gjua e parë e fëmijës është aftësia, besimi, kurioziteti, dashuria. Urrejtjen ja mësojmë ne. Ndoshta prandaj kur shohim një fëmijë të vrarë në luftë, nuk duhet të pyesim menjëherë i kujt ishte. Duhet të pyesim si arriti deri këtu. Sepse para se të ishte shqiptar, ukrainës, palestines, izrael, sirian, bosnjak apo i çdo kombi tjetër, ishte një fëmijë. Para flamurit ishte një njeri. Para fes ishte një njeri. Para kufirit ishte një njeri. Historia do të vazhdoj të shkruaj për fitues dhe humbes. Do të shkruaj për general, president, ushtri, marrëveshje, territore, por ekziston një pyetje që historia nuk duhet të harroj kurrë. Sa fëmijë nuk u kthyen më në shtëpi, sepse mund të fitosh një territor dhe të humbasësh njerëzimin, mund të fitosh një betejë dhe të lesh pas një brez të tërë me plagë. Mund të ngritësh flamurin tënd mbi një tokë, por nëse poshtë tje një nënçan mbi varrin e fëmijës së saj, duhet të kemi guximin të pyesim: çfarë kemi fituar në të vërtetë? Sonte diku në botë një nën do ta përqafoj fëmijën e saj para gjumit. Dhe diku tjetër një nën do ta përqafoj vetëm fotografinë e tij. Për të parën është një nën normale, për të dytën është një jetë që nuk do të jetë më kurrë normale. Prandaj kur flasim për luftën, mos flasim vetëm për harta, mos flasim vetëm për politikë, mos flasim vetëm për fitore ose humbje. Le të flasim edhe për fëmijën, për atë fëmijë që nuk kërkoi asgjë nga kjo botë, përveç mundësisë për të jetuar. Sepse në fund nuk ka fëmijë të armikut. Ka vetëm fëmijë. Dhe nëse një ditë njerëzimi arrin ta kuptojë vërtet këtë fjali, ndoshta atëherë do ta kuptojmë edhe pse paqja nuk fillon kur e duam vetëm fëmijën tonë. Paqja fillon kur jeta e fëmijës së tjetrit bëhet po aq e shenjtë sa jeta e fëmijës sonë. Në kujtim të gjithë fëmijëve që humben jetën në luftra, pa e kuptuar kurrë pse të rriturit e kësaj bote nuk arritën të jetonin në paqe.